trishem. Unë një fjalë që e them një dorë. Ta thash. E po, iko bal tani me do se ti je në të majtë shumë. Tani, ideja e majtë për te shakave që bëjmë tjetër nga dashuria që kemi për tjetër, në shkjo. Edhe për Që partinë. edhe Ilira Lime Meti, vlla, do them një batut zotit Murizi. Kjo nuk është mendimi, po do ta them. Ka thënë ka gjashuri me Pandi Majkon. Kush? Ilira Lime Meti. Po. Kush nuk e njeh, tha që është nga televizori duke dalë mirë. Se po ta njoh. Kështu është boshta. Do thot çdo këtu. I ka që edhe Më rregull, më Me këta, rregull. okej. Po në qoftë se Çfarë ndryshojnë votat. votat formale që i gjojnë. Jo, mor, jo. Po them votat më më gazetën zëri popullit. votat po ndryshuan, ç'a do ndodhi se këto e morën vesh. Unë vlla, po t'isha vend Berishës do kisha çuar Rita Tabakun Kukës në listë apo. Unë vetë, Kukës. do ta dish, do të thosha ka sepse është i shumë i aftë dhe partia ka nevojë për zonën Tabaku këtu. O zot, më fal. Ai ja pa tej, po kështu që Po vazhdoni të Origjinali do shoj. tani edhe një pyetje tjetër, Marsit që të Marsi, na po na përfshish bëni pak. ne pyetje më mirë se s'foli fare kjo drejt. Ne tani drejt fundit po shkojmë. E Të flasë edhe drejt. ky. Tani Tani sa ta marr një ujë se u thava fare. Marsit, Nga një ujë se si nga Marsit ngri kokën, Marsit tani shikoj, Jo, se nuk lejohet. shikoj lejohet. qytetarët. Nuk lejohet. Po, Mazniku në fushat, Spaku në shtëpi. po. Tërmet Peçi drejt parlamentit, Spaku dhe BKA-ja në zyrë 66 milion euro, kontrole ata, nami do me thënë. Po. Sara Mile thot me zi po pres shtatorin që të përballen me ty o Berishi, thot. Që të tregoj që forca ime ka qenë reale. Zegjineja thot gazit mori malli, së të ndajt shpirti nga unë, qa po ndodh mes tyre dyve, se mund të ketë, ore se nuk është çudi. Dashurit kështu lindën. Po, duhet mi analizosh 4 rastet se e drejt fundit tani dhe mi Dakor. analizo. Rasti i parë, këdeshe të dëgjonje? Doja dëgjoja unë. Mbi Maznikut. Maznikun e analizuam dje Jo do ta them skemi. diçka. Unë kam parë një emision Dark e Dhat, një zonjë bukuroshe, e cila ka qenë dhe në zi për shkak se ka ndurar jeti i zhburi, e cila, do me thënë, pavarësisht që kishte një proces që supozohet që është ndaj zotit Mazniku, që është thirrur spak e këtij, flisin për administratorët e pallateve, për depozitat e ujit. Po, se është e rëndësishme. Po, jam dakord me për ulluqjet e pallateve që si do rridhi ujit, do me thënë kanë folur për mënyrën e administrimit të një pallate. Po, Dhe po mundosh ta kuptoja filozofikisht se cila ishte simbolika, do të thënë si funksionon një pallat, funksionon politika. Karriera e zotit Mazniku është si puna ashensorit të një pallati, që i cili mbasi ka ndërtuar ulluqjet, administrimin e shkallës, depozitat, normat e pagimesin e Na i ujë se ajo që këtë ngjitse se mund të pim ujë më të mirë, do nështë Dhe më bëri përshtypje e marrë, bëri përshtypje se si media kryesore e vendit dhe një nga emisionet kryesore prime time vjet në shërbim të pushtetit, e cila madje dikur ka qenë edhe zonës kryetare. Kush? Madje një farë kohë ka qenë dhe Goxhairo mos Atlantik. me kolegët tanë nuk do merrem. Dhe më bëri përshtypje jo mos e pyeti për Maznikun pas një emision. Po s'ka gjë, po s'do merremi me Histori kolegët, topi, merremi me histori rastin. shqip, po si them ato anglisht, top historia, histori topi, se si disi. Se ndoqa më thonë drejt. Dhe zoja fjalë pavarësisht se kishte 3 ditëzie, se kishte vdekur ish bashorti, ishte me të bardha, nuk e di, ishte me ngjyrë. Nuk do merrem. Nëse kjo është aspekt personal. Po pra po mirë nëse më dha. Ne analizojmë, tani duhet të analizosh fenomenin. E pas që fliste për depozita dhe nuk foli fare për procesin, me zotrinë në fjalë, ai kishte mundësinë të bënte top intervistë, fliste sikur s'kishte ndodhur asgjë. Dhe unë kuptoj këtu që me cilin guxim televizioni kryesor i vendit, prime time kryesor, del dhe e kanë mu përpara tyre ujkun e madh sa 3 lop. Zëri se ka ngrënë 3 lop, nuk flasin vetëm për ujkun. Flasin sa i mirë është bari, sa i mirë është burimi i ujit etj. Mua kjo më duket tallje. Dhe për rastin e Maznikut, në kuptimin se si përçohet media, më duket tallje e madhe. Tani më Unë nuk thuaj, e bëj dot të tallje. mos Dhe u nuk rritet tati, pa e më thënë. duhet më analizosh tërmetin parlament, Zoti Spaku Peçi, dhe BKA-ja në Edmond zyrë. Burg ka thënë, në Po. moment që i mirë s'bën asgjë, është mënyra më e mirë për të fituar i keqi. Unë vlla nuk Ti, rri dot po. pa bërë asgjë, të them e kam kolegje. Jo, ne nuk i kemi kolegë, ne YouTube themi. përveç ujit po të në lejote edhe një cigare. Jo, po, të lejoj edhe një gotë verë pasaj që dilni dhe ju nga kodra juaj e antenës. Tërmet Peçi, drejt parlamentit, Spak dhe BKA në zyrë. Do e preki shtatorin, tetorin, nëntorin, apo... Tashi kur bie tërmet vlla nuk dihet çfarë pallati Ore rëndon. ti se spit mua, se më çmon. Dale të pyes Marsilin se folet 2 Po tashi ne 30 minuta, ne dhe drejt fundit jemi. Kemi kështu emocionalitet telepatik, kështu që mos u bëj gjëra.
Ma thuaj Tërmetin. Tërmeti vllau mendoj se Tërmeti do shuhet, valla, sado ballë që të jetë, kur të vi momenti të vi në parlament, do jeti shuar, do ketë mundësia të futet, në kuptimin që Tërmeti do mbyllet në inqeni burgu, e pra punës sepse i ka dhënë fonde motrës tij, që është konflikti i hapur interesi, dhe dyta nuk mund të hapësh ti me fondet e i pardit, duke qenë se je pjesë e pushtetit. Se Tërmeti ka dhënë fondet e motrës. Po, ka dhënë, po. Dhe i ka dhënë, madje ka marrë dhe një pjesë të fondeve vetë, sepse Po ç'mund ka kjo bashkia me fondet e i pardit? Ai pjesë e infrastrukturës shtetërore me zotërisë, mund ta aplikosh ti duke qenë kryetar bashkie ta aplikosh për një tender, në cilën ndam qeveria në cilën ti je pjesë, funksionari i partisë në cilën ti je pjesë. Marrësh. Po ja ka thënë ky mod ka lidhje bashkia me këtë pjesë apo mund të di që ka ministria? Dhe bashkia. Apo 99% ministria, 1% bashkia. Tani pa qenë bashkia s'vjen ministria fare. Po, ndoshta. Po. Por valla, unë e thash edhe dje. Këta kanë një filozofi perl. Përfitimet i kemi bashkë, përgjegjësinë e keni vetë. Po, e kanë zgjedhur që në fillim këta. Që kur votuan SPAK-un, unë besoj se e kanë bërë, si thua, Kastile që gjithse kush ka vjedhur, thot, pavarësisht se kemi vjedhur bashkë, gjithse kush të vuaj pasojat e grabitjes që ka bërë vetën ato. Pavarësisht se xhepat i kanë mbushur gjithsecili për sa vetë. Tani xhepat i kanë mbushur gjithsecili për sa vetë. Tani ç'a më bën përshtypje mua. Ç'a bën përshtypje mua? Tani Muhtaja po i çan dhënd në për Shqipëri dhe aq blegtori ka ngelur i morim qaf. Muhtaja kujtë? S'ke parti Muhtaja që kap blegtorin? Qa Muhtaja që kujtë? Po, nuk e di se ka jemi, po Muhtaja, thonë ta. Ka kap blegtorin, se tani unë nuk jam blektor. Prap mishja, Brazilia ama burse. Po mirë më dakord, po të shikosh, ka zaptuar gjithë zonat malore dhe askush nuk reagon. Fare, më nuk dijem këta. Po, patjetër. Ta nuk dijem për asgjë. Kush? Opozita? Po, opozita, mazhoranca, partit politike të vogla të dhaja. Edhe drejt ke, drejt. Po mos janë... Në anën tjetër, Sara Mile thot, unë do shkoj do... Sara Mila... Unë do shkoj do përplase me Berishën, thot. Kinezët thonë mil. Kur thonë do mirë, shkoj do thonë mil. përplase me Berishën, thot ajo. E kam zgjedhur, thot. Puna që unë nuk e di si ka bërë llogarit. E kupton? Ka bërë shumë mirë. Mezi po pres t'i bie një Berishës. Më thënë, ajo ka dëshirën e madhe, unë mendoj, jo vetëm me 20.000 vota, unë mendoj që shkolla politike që po je ofron pëseja, se ka është akademia politike? Pore. E pas kam blerë ata me i fere akademia politike. Akademi politike dhe ata do përgatiten aty dhe leksionet e para do jenë si t'i bini Berishës. Që thoti? Leksionet e para dhe aty ta kam thënë, do jetë Masniku, do jetë Aulant Balla. Se japim mësim këta? Do japim mësim ata. Kanë jetuar edhe jashtë. Si t'i bini, si ta përballoni presionin e ti, çfarë duhet bëni kur fillon ai u sha nga motra, se e nis dhe këtaj, duke ka probleme, kupton? Dhe gjithë të pjesë, do duhet ta zgjidhin, se si do ta zgjidhin Sara Mile, se këta kanë parë vetëm momentin se... Këto kujtojnë se është kështu kollaj. Se është kollaj t'i biesh aty. Ati do me dhenë, nuk është aq kollaj, se t'i aq kollaj, nuk kishte mbajtur ka shumë vite pushtetaj. Dhe më e bukra, po këtu do doja analizën filozofike. Po. E do filozofike? Çfarë do ndodhi me Zeqines dhe Gazbardit? Këta nuk rinë dot pa njëri tjetrin. Gjizje jo. Jo, që të formohet një hibrid. Unë e dua nga Marsidi. Nga marrëdhënia atyre të dyve, çfarë mund të dalë? Nuk e koncepton dot filozofikisht këtë çështje. Erotikën parlamentare. Jo, erotik parlamentare nuk i jep ti. Po as sepse mund të ketë erotik bujqësore aty. Po, jo ere, po Gazbardi ka nga Kavaja, po më dëgjoj të lutem. Gaz nga Bardh, Gazi është nga Kavaja, zonë bujqësore Kavaja. Po, i pardi. Po prandaj po them, 2 zona bujqësore. Prit, kur bashkohet Kavaja Rostoveci, pa e mami kur beshin taka që merrin roke parë, dhe Karo. Okej. Dhe që ne fuzioni Karo. Dhe në këtë fuzion ka një gjuhë e varfër politike, se është një gjuhë e varfër. Mund të ketë një gjuhë, verbal të
të rënd. Sa të pisët jeni, mërë, sa të Asin pisët gjës jeni. po themin, ne po Shkojnë themi 100 live-i, sa përmënde Zeqinendi, pas ka po interes. themi metaforikisht, po do ta diskutojmë me çfarë do ndodhi edhe Ore, më falë, për zotin, ta them sinqerisht tani, një sekundë, se pa bëjmë më. po do A ndalesh mund